lagja më e kërkuar në Prishtinë. Një projekt me 356 shtëpi moderne, në 5 tipe të ndryshme, nga 165 deri në 516 metra katror. E vendosur në Zllatar, ndërtim cilësor dhe dizajn unik. Royal Green Residence, vendi ku jetoni si mbret. Përshëndetje, mirë se po na ndigjoni dhe na shikoni podcastin. Sot doja nisim me sezonin e tretë dhe kam një mysafir i cili është ardhur në fakt nga Kosova, prej Kosovës, se nuk e di, do ta pyes tani. Mirë se na erdhe Art Rushiti. Mirë se u gjeta Flona, faleminderit shumë për ftesën. Art, do më thonë, Prishtina, Tirana u zhvillua shumë kohët e fundit. Do më thonë, investojnë shumë, ndërtojnë shumë. Ti, do më thonë, ku jeton? Jeton në Prishtinë apo në Prishtinë? A ke menduar, do më thonë, shumë e rëndësi për ty edhe ta kesh një, do më thonë, një shtëpi apo një ambienti ku jeton ti të jetë e sigurt, të jetë non-stop edhe gated community, do më thonë, të jetë e rrethuar, do më thonë 24 orë të ketë kontroll, se ti edhe fytyrë publike dhe ne kemi kemi probleme dhe të jetojmë dikund vetëm që nuk është vendi i sigurt. Po. A është më rëndësi për ty edhe kjo pjesë? Po, normal një ambient i sigurt dhe një ambient që të përshtatet është një shtëpi e zamrës që ty të përket. Normal mund vjen shumë në Prishtinë dhe në Tiranë janë zhvillu shumë që kjo aspekt. Njerëzit e kanë shumë atletë dhe kanë shumë ma komodë dhe me gjetë venet që ju përshtaten për jetesë. Normal një jetesë e sigurt dhe e mirë është për që ndërtime të reja që veç për i bojnë. Po, siguri. Shumë mirë, se është, edhe unë kam menduar, domethënë edhe jam duke menduar, domethënë Kosovë sidomos, se investimet janë bërë goxha shumë. Njerëzit në diaspora, shef të investojnë në Kosovë, në Tiranë, që gjarkulloje këto, edhe është më rëndësi të jetosh dikun me një vend që është i sigurt. Po. Definitivisht, sidomos për artistat edhe për çdo fytyrë, çfarë do ose publike ose njerëz normal që është shumë ma mirë me pas një ambient edhe një lagje edhe një shtëpi ku një të sigurt, ku ka kontrolla, ku që se i ke edhe te. Edhe në ku jetoj është shumë e sigurt, po çdo ndërtimet e reja që po bëhen, normal që ja vlen me investu. Po. Ja vlen shumë sepse ti që aty jeton edhe është shumë worth the time me shpenzuar çat vend. Absolutisht. Si ke shkuar? Shumë mirë dhe po më vjen mirë që jena bashk edhe më keftu të parin musafir për podcastin. Jem shumë i lumtur edhe gjithçka ka shku mirë. Ftesa jote më ka bërë shumë të lumtur se po mungoj shumë intervista. Nuk po shfaqna shumë për shkak se edhe planet që shpikam edhe s'pe kam gjendjen, te ke ardhur në right timing kohën e duhur, kështu që vlerësoj. Pse jo right timing? Mendoj pse right timing? Çfarë është duke ndodhur në jetën tënde tani? Se jam njëri shumë multitasking, nuk është që mirëna për shembull veç me një drejtim, po duhet me majt edhe stabil gjendjen si rrjetet sociale, si fytyrë publike, si influencer, si muzikant, si gjithçka. Normal që muzika është prioritet e on, po zakonisht kur marr ftesa nuk di pse e gjej një moment jo të duhur. Anashta vibe-ja me ty ose energjia që ke ardhur në çat moment, edhe mendjes kum prit, kum thon of course që edhe jena në shtetin më të mirë, në Zvicër, kështu që. Po, of course. Në Amerikë jetuar ndonjëherë apo jo? Jo, alas kum shku me vizitu as me jetu halave që di që kam shumë ftesa dhe prej njerëzve të industrisë të muzikës. Jeta jem është shumë e ndërlikume, sa më shaf në Kosovë, sa më shaf në Evropë, domethënë prej 2016-s. Unë jam gjithmonë udhtime dhe njerëz gjithmonë e krijojnë atë farë s'unë e din ku jam based, po unë jam Prishtinë, Kosovë, aty banoj, po nuk i di të ardhmës, mund të më shihni edhe jashtë trevave shqiptare. Tregon pak a shumë si ja ke nisur krejt karrierën tënde, domethënë me çfarë moshe, si ja ke nisur? Prej fëmijë kur jam kon, gjithmonë kam pas pritje për art në përgjithësi, vallëzim, aktrem, këndim. Edhe kom di që industria është shumë e vështirë si international, si në trevat tona. Edhe unë prej fillimit të kom pas një pasën të madh prej Michael Jackson, prej Beyoncé, kur dirken MTV në atë kohë, i kom përcjell gjithmonë, edhe kom pas që gjej veten në çat lami, siç është muzika, show biznesi. Edhe gjithmonë i kom pas inspirim këta njerëz si ka ona e stilit, gjithmonë më kanë një hap para, edhe kom gjetë vetëm më shumë çat drejtim. Masanej
ka ndodhur shumë ngjarje tjera, e po që u rritën rrjetet sociale, janë se mu zhvillu me mor hav. Edhe aty jam inkuadru, e kam gjetë mënyrën më të mirë për me rënë kontakt me njerëz botëror, me njerëz me suaza botërore të showbizit edhe të muzikës, edhe që aty ka fillu gjithçka ajo starti i karrierës tam. A ka qenë i vështirë gjatë këtyre viteve? A është e vështirë ky biznes, kjo industri për ty? Po, për mua ka qenë e vështirë se jam qenë shumë i ri kur ja kom nis. Kom pas shumë support, pa supportin e kom fitu ndër vitesh, nuk është që ne kom kom folme një këngëtar mi thon bënëm support. Po ndër vite e kena pas interesat e ngjashëm, faqet që i kom na xhunat ko, i kom pas do asete që si kam pas njerëz të thjesht, njerëz të rëndomt. Edhe kur i tuti një artistit që ne posedoj një platformë ku na mundna me bashkëpunu, çashtu i kom pa dhe yjet e ndaj botëror që më kanë shkruar vet ose i kom shkruane, mi kanë kthy fjalët. Edhe më thonë që nëse nuk e keni bazë ose në menaxhem vetvetes ose si menaxher nuk është lehtë me dal muzikë. Sa artistat e ri e shoh që tash u zhvillu edhe TikTok-u edhe gjithçka, po çat kur komunion u ka qenë veç Instagrami, edhe e kom pa që kam prirje për postime për sana edhe gjithçka ka shku smooth ashtu edhe jam ku jam sot. Shumë bukur. A sheti edhe ka ndodhur domethënë edhe disa herë që je dëshpëruar për shembull në këtë biznes apo të ka ndodhur ndonjëherë një dëshpërim që akoma sot i thua, "Ok, mirë që ndodhi ky dëshpërim, ja tani ja dola dhe ja ku jam." Dëshpërimi ka ndodhur pasi që kum fillu me pa dritën dhe suksesin në muzikën tem. Kur nuk bë muzikë ka qenë gjithmonë cool me njerëz, wow, ti je kështu, ti je i mirë, ti mund me ecë, mund me arrit, por kur e kam po, që unë po ja dal, disa kanë qenë momental edhe jo në tërhek për supportin ndaj meje. Okay. Edhe nuk është që, nashta, kur i më kom para disa viteve, i më kom ma senzitiv dhe kom thonë, wow, që ky person nuk është mirë njës, ose jena kun shumë të lidhë për njerë u zhduk, po edhe gjendja mentale e njerëzve, edhe gjendja që shave bjen jeta, i kuptoj edhe nuk ndina më keq, e di që me nëse është e thënë për të ndodhë qaj sen, ose për mu ribashku qaj raport mes me edhe një artisti tjetër ndodhë. Kështu që nuk është që e pras përkrajen vazhdimesh për njerëzve, po e di që ka pas toste që kom ra shumë, kom thonë që ka mundësi një person që na këna folë, 24/7 më thonë që ti ke bo si krejt tjertë, s'është që ti ke bo diçka ekstra. Që do më thonë ajo, i ke bo si këtë tjertë, çfarë bëjnë ato? Për shembull, nëse të përkroj ty, pezojna ta bëj një raport me Ellen, ose ta bëj një raport me Oprah, edhe të hec me podcastin tënd në mënyrë internacionale, ose të komentojnë ata, ose ta bëjnë share, mas një kohë kur ti e shet që të famë për më shadhe me ble, se në vitin 2020 ke mujtë dhe mi ble sanët, me më thonë ti mu, njete ke bo si krejt tjertë. Edhe qaj sen më ka prek, në qatë kohë, tash nuk më prek fort, se jam vetë në rrugtimin tem, qatë drejtim të muzikës, edhe e shfrytëzoj për veti që to asete, që to raporte, nuk i shfrytëzoj për njerëz të tjerë. Edhe do më thonë edhe ato lloj situatat kanë bërë më të fortë tani, të mendosh edhe pak më ndryshe. Po, 100%, jam shumë më i ftohtë në raporte biznesore, jam i drejt për drejt, nuk kam nevojë më as më rujt, as më thonë që a bën çto, ta jap ofertën, ta jap qatë lidhëmëri që e kena biznes apo muzikë, qatë që është, ti nuk e ndjen, it's okay, nashta nuk e ndjen me dikën, it's okay, it's fine, nuk është diçka që duhet patjetër me marrë afër zemrës, çto më kam mësu muzika edhe ndër vitesh e kom ripërpunu në trunin tam që ç'është funksionon. Është pak hard ky biznes, është pak i vështirë, po. Çfarë kishe këshilluar të rit që janë nisin domethënë që kanë ëndrat bëhen këngëtar, kanë ëndrat bëhen reper, ai kishe dhënë ndonjë çfarë këshilli ju kishe dhënë? Të rritë, sidomos të rritë që janë... Me mendu jashtë kornizave, think out of the box. Na veç të e kena një brand, nëse të inspirosh për një reperi është shumë rregull. Po, mëse bët njëti insanë me thonë, e ka bu qështë ta bëj edhe one. Mundo me po dikon halo, me gjithë qatë artist që te të pëlqenë, mu bo si dikush. Mos e bë qatë sen, nëzirë për vetës. One jem konë shumë strikt në karierën tem, se njerët kam nuk që unë jam, kjo ka shumë i ashpër, nuk është asë për duket i shëshnushëm. Derisa ka ndar platforma tjera si TikToku, që është shumë fun, e kum pas që me qitë një anë tjetër temën te publiku, funny, sa që tash ka ndru komplet pikpamja jam. Mundon më qenë sa ma real, mos me sforcu edhe mos më unisë muzikë ta bëj një projekt që pa tjetër do të me hecë. Jo, se pa pasë ranje nuk ngritësh kur. Unë ngritën temat madhe në karrierë të paktën që unë njëna shpirtnisht mirë, ka ndodhë mas 3-4 kongëve, nuk është që ka ardhë për me njëherë. Nashta në fjetëm këm pasë shumë support, nuk ka ndodhë.
tash që nashta s'kam fare support, ndodh, sepse është timing, është koha kur ty të përshtatet. Kështu që merrni e shtruar, nëse e bëni prej zemrës, mos e bëni për interesa biznesore. Unë kurrë nuk e kam bërë për interesa biznesore, unë e kam bërë për trashëgimi, mi met nesër simbol, si pop artist, çata që më kanë dëgjuar, çata që më dëgjojnë hala, me qenë cool me mua, dhe më ndjen nesër mas nesër i lumtur që një zhanër që e bëjone, më dëgju mas do vjetë dhe me thonë wow, arte ka bëj pari. Ç'kjo të bëm unë mirë, kur te bën diçka paraprakisht, mendoni jashtë kornizave, jo diçka që është servuar në tavolinë, diçka jashtë atyne, çfarë është sekreti për me pas një karrierë të bëjshme. Na shtan fjalëm nuk e ki për një herë, po mas një kohë ndodh. A ke menduar ndonjëherë të ndalesh ose të shkputesh krejt nga ky biznes? Po. Kur ka ndodhur? Ka ndodh kur e kam bërë bashkëpunimin me Brenda Asnika, është Antonina Tepatitofeu, ai seriali Disney internacional. Unë çat ditë pas se më shkrua ajo, në veç im kon me marrë nashta jo komplet mund dal, po me vazhdu nashta veç anën tem tjetës, personale dhe mos e vazhdu anën publike, si fytyrë publike, si këngëtar, si artist, si tekst shkrues. Po e kam një jetë shumë interesante, për të kallëzoj kështu ekskluzivisht, që mund rranfati me një kërcitje gishtav, dhe me thonë se unë jam i dëshpëruar diçka, e vendosë me vazhdu dikon tjetër, aja veç ku ta shëp për 24 orë ndodh diçka, jam shkruan dikush, ja, që shtu i kom bu raportet edhe me këngëtarët internacionale edhe me Brendën. Unë kur e kom bu këngën me Brendën, nashta me thonë 3-4 ditë më herët i kom çu durt. Për këtë artistat e ri që janë, kam marrë çik moment që thu wow, s'po hes, s'po duone. Së është konkurrenca shumë e madhe, sidomos pi 2020 kur kom hi unë, o kon shumë harsh, nëse si ke bëu për shembull 1 milion klikime për një ditë, nuk e kon artist. Sot të e shaqen, nuk janë klikimet, mu më kënaq kur një person rrugë më nalë më thotë wow, ti ma ke pështu jetën me një TikTok, me një sound, me një këngë tonë dhe a din që në ngaj, që kjo më kam përmbush, nuk më dashtëm pa tjetër me bo artificial karrierën tem. Kjo që edhe në fillimet e mija, kom thonë pse që shpi bojnë këta tjertë, tani e kom vrejt që është pak edhe biznes, edhe nuk e kom lënë me më ndiku të muzika jem, që të anë. Kështu që kjo është mesazhi jam. A mendon ti Art që ndonjëherë edhe njerëzit edhe harrojnë pak atë, domethënë, nuk janë vetvetja kur bëjnë një sidomos në këtë fushë që nuk janë 100% vetvetja, po kanë si një lloj mask, kanë si një lloj distancë, nuk qëndrojnë të janë 100% vetvetja. Mendon që është shumë po, dhe nuk është afat gjatë që ajo. Unë mendoj që ata që nuk janë vetvetja, herë do kur do, fati ose karma ja vsjell më dal pa. Është një thonje, po them anglisht, po besoj që edhe e kuptojnë tjerë. Never meet your heroes. Nëse ti ke një idol, lutna mos e tako, veç adhuroje, pi largët. Sepse kemë pa një on shumë tart aty në personave. Edhe kjo ndër vite po dal publik për çdo këngëtar, çdo fytyrë publike, çdo politikan po dal që mos e tako se s'është çaj story, çaj që imponohet me qenë televizor. Po është këtë ndryshe. Edhe i mundona sa më shumë karakter temin, që nesër ndjeksat e me admirues të muzikës tem, me po për me të vërtetin art, mos me po një on temën që nashta unë sem vetvetja, nashta edhe jeta ja vsjell, edhe bon çashtu për me qenë sa ma trending, sa ma hen, pa është afat shkurtër. Mënyra më e mirë që me qenë konstant në karrierë, në çdo aspekt është me qenë vetvetja edhe me servu gjonat e tua autentike në tavolinë kur vjen tema të muzika, të biznisit, të çka do. Shumë bukur. Po estrada në përgjithësi, mendon ti që janë pak fake apo janë real 100%? Këngëtar? Janë kombinim. Real janë këta që janë pak më të vjetër, që i kanë kalu ku me ditë sa vite edhe janë humble, janë për toke, janë minjës, ata janë shumë të mirë. Unë kum vazhdu me najt me njerëz që bojnë pop, si one, po kum po që ata që bojnë popullore ose tallavaj janë kun shumë humble edhe më kanë dhënë këshilla që ty s'ta prat mendja, po den. Janë me interes, sot i shato najt bashkë, nesër e shato e shoh. E kam pak gossip këto, janë pak. Po, edhe unë sa ma shumë larg sy në sanëv, sa ma shumë me qenë i qetë shpirtnesh, se di që si të përzin energjit. Nëse nuk jena frekuencë na duhet qëtash, që ke intervjist nuk ishme shku që shta. Shumë e vërtet. Besam, ja unë isha se shani mirë, ja ti se shani mirë, kështu që shpesh edhe imponohen, shpesh edhe aktrojnë, që janë cool me zveti, mas 2 mujve shohen, mas 2 mujve ndohen, mas 6 mujve pajtohen, unë këto sana nuk i ndjeki fare, unë i moj njerës që janë real offer meja, të paktën që shdukën real, një raport normal, edhe nuk pras kërë gjapi kërkojna. Qysh e vreni një personazh real apo jo? A keni një
do s'u një vrenë heq. Unë kam pas raste, jem rrit me dikën të ngu dhe në fund kur kum taku çat hero temin, më ka dalë gjë ndryshe. Çat hero që kum dëgju, më ka dalë ndryshe, më thon, "O, abden, ma mi të shak thyn ko, ta duve si këngëtare, edhe mos ta shoh onën personale mbrapa perdeve, që është ai person." Edhe s'di, nuk ndikona fare edhe nuk i shoh çto sana. Mënona sa më shumë, nëse ai ka punën e vet, ta vazhdon. Sa do që ti zgjat, nëse i zgjat shumë mirë, nëse jo është tek e fundit për veti, ka secili person që ja këtron çat sam. Showbiz ja dallon me shqiptarët dhe të jashtmit. Ku dallon? Këtu ku janë dallimet? Po dallon se këtu s'ka disiplinë më së pari të koncerteve. Okej. Dyqysh në klub me kënu është shumë fajn, totally fajn, po e bëni promovime, bëni paraqitje mas koncertit tonë, dal klub edhe të shohin njerëz që dojnë. Dal klub e bëni përshëndetje, it's okay. Shumë mirë që unë kam kënu në 2023 në koncert, aty e ndihem veten artist. Nashta që ashtu kone shkrume, sa do në kom dash me kënu, pi shokrit kolekte me këtë njerëz të me të përformu në skena në për klube, po me kënu në koncert është këtë tjetër kategorie, dhe shumë mirë që e kanë sjellë që disiplinë. Janë disa këngëtarë që i përgëzoj të Kosovës, që e kanë pru disiplinën e koncerteve, është shumë nice, është ndjenjë shumë e mirë me kënu para një audiencë gjanë që ty të ngojnë për live edhe të ngojnë, e kanë vëmendjen veç të te, se në klub ndodhen 500 ngjarje për një moment, a në koncert kime dalë sione para 8.000 vetav, edhe nuk e kom ditë cilën botë jam, nuk më sham i këshyr njerëz. Se këtë e kanë sytë të ten, nuk i kanë sytë dikush të folë me njoni, dikush të abden... Dikush të urena. Fix. Po. E prandaj që kjo është ndryshe, unë edhe eksperiencën tem që kom pas në Beyoncé, e kom pa në koncert live, është Trekom çka ka ndodhur atje. Çe kam dash me se të ndërprejme, më fal. Tash dalë edhe aty, kur i kom thonë familjes tem, ose motrës tem, se jam shumë i lidh me ta, e motrën bardhën, i kom tregu, i kom thonë, art, këta po bojnë komercial, këshuri koncerte, ti brand, nuk po të shaf halo, veç e këmë këshu qëto, i këmë thonë, ka me të qute Doja Cat, veç kime këshu që shkan, qka është koncerti, qka është artisti. E ka pa Doja në live dhe tha, rëqëtëm, tha mua, dhe mës hajde më në Kosovë. Që kjo më dhem pak, edhe më nëzë së prasi, shola vjen që kjo disiplina, që artistët e mirëfell që këndojnë live edhe i bojnë vetë, kompozojnë kongë, çfarë do të që janë, edhe nëse si kompozojnë, po janë artistë që kanë talent, dalin koncerte, e kanë atë lidhëmërinë me fansa, është këtë tjetër nivel, që ajo është për mu muzikë e mirëfelt. Nashta prandaj universin nuk ka klik me mu me performu në Kosovë, që unë shumë e du Kosovën, edhe Shqipërinë, edhe diasporën, nuk ka klik halo moment janë për me dalë të audienca jonë, që është totalisht në rregull. Për çdo artist, edhe nëse nuk të vjen puna, më ka ardhur më ka thirr italiani ose argentinos, hajde. Nuk është që nuk më dash me shku qatë, nuk më punu në të njëtën, më ka ardhur brenda natës të lajmi, hej nëse kongën, plus kam qenë në bugjet kufizum, që thash, i kom thonë, a je sigur, thash se nëse nisi kongën me ty, më shkojnë filan €1. Po, unë se më të bëj gara, që shto funksionë ata, mi thonë të një shqiptarë të bëna i bashkëpunem, jo të gjithë, ata kanë me nxerr Beyoncé. Besoj që ajo është më e thjeshtë se do shqiptar që i kena nën, nuk po du mi... Këtu të jap të drejtë. Edhe ti nashta ki problem me intervista, se me nxej nashta të vinë tërmen. Po, ose, ja, e vërtet. Nuk po them për të gjithë. Jo. Unë veç po them që disiplina për koncerte është shumë e mirë, disiplina për albume që ka ardhur është shumë e mirë, artistat tonë janë shumë talentuar, edhe normal që ja vlen dhe mu inspiru për tyne. Unë më inspiru më shumë për jashtit, e kom gjetë atë kryesorin që i inspiron edhe këta tonët. Te baza i më kapone, nuk i më kap te rënjët, tek degët, po tek rënjët. Edhe rënjët janë te den, janë qëta që internacional, të janë Spray, Jay-Z, Ariana Grande, Beyoncé, Travis Scott, e tjerë që ja vlen mi dëgju edhe pse jo mos mi pru një frym të tillë në Kosovë. Shumë bukur. Edhe në Shqipëri. Si janë planet e tua tani për të ardhmen? Planet e mia është me bë muzikë sa më shumë, ka mundu me sjell gjëra të reja, i kum sjell disa ripërpunime të reja të këngëve të mia, moje mira, vetëm më të dua, janë këngë të reja që i kam prit shumë mirë publiku. Nuk e sforcoj veten, marrë të më konë shumë ma i hiperaktiv, po tash jam shumë ma i qetë, edhe sanet po ecën shumë ma mirë, edhe kjo vlen muzikë, nëse je i qetë shpirtnesh, gjithë shka jetë mirë, nëse bën trysni që ullet bot, shkon me forcë, kështu që jam shumë rregull,
kam plane për muzikë, kam plane për paraqitje të reja skenike, tash ta shohim, s'po guxoj me zvolu shumë sene, se kur po kallëzoj tani. E vërtet do të më mbajt për vete, pak ma për vete. Si ku e gjen balancën ti në jetën e përditshme art? A ke do diçka që ti edhe prej stresit qetëson, ose që për shembull çfarë bën ti gjatë kohës kur ke stres, kur je stresuar? A ke shkojnë fitness, rregullisht shkojnë fitness, mundona me dëgju muzikë, mundona me shpërqendru veten prej gjonave që po m'bojnë keq. Qëtojnë se ketat ma të mira, me gjithë një hobby, një diçka do e kanë leximin, do e kanë veç me dëgju muzikë, disa e kanë ecjen, kështu që çto aktivitete janë shumë të mira që të qetësojnë. Që gjen balancën domethënë. Fix, që aty e gjej veten, që aty e gjej e kthaj veten edhe nëse bie kthaj në frekuencë për me vazhdu dhe punu mirë. Arta ka diçka që ti tregohet që je pak i ndishëm apo? Apo i nuk je i ndishëm? A je si tip i ndishëm apo jo? Jam i ndishëm sepse mos më qenë i ndishëm në disa aspekte, sidomos ka dashnia, nuk dolin këngë të mira. Po, okay. Edhe mundona me përdorë që ato fazat jetës tam në muzikë mi. Si je tani me ndjenjat? A je mirë apo si ndihesh tani? Jam shumë cool, po i kam do demo të reja, do muzika të reja që mi përshtot pak edhe kohës shtatorit, që janë shumë sensitiv, ma se vesh po pyet. Okej, a ke diçka tani për momentin apo një demo që mund Me të shu diçka? Po, nëse bon. Okej. Ta gjej Qa ke pastaj. Lust? Qa shkruan të në t-shirt? It cost $0 to be a nice person. Well said. Kjo është edhe thënia ime. Thjeshtësia është shumë e rëndësishme e njeriu. Nuk do të thonë se sa i pasur, sa i bukur personi, apo sa i famshëm, sa i pasur do të jetë shumë thjesht, shumë për tokë. E vërtet edhe Well vinë said. senet e mira. Shumë bukur. Nice shirt. Po lëshoj ekskluzive për ty që normalisht në Veç mos ma bon tani. Ashtu është një stam se lëshoj as të familjarëve të mirë, po ty po ta shoj një Mos që më bë kanë. problem tani në YouTube. No. I will take care, do kujdesem me këtë aspekt. Shaka. Hajt nale tash. Ta kisha di që emocionohesh. Ja, shumë e bukur. Wow, amazing. Faleminderit. Beyoncé, domethënë çfarë ka ndodhur me Beyoncé? Se un kam dëgjuar Beyoncé, art, ushqiti Beyoncé, çfarë Me Beyoncé, raporti jam me to kriju kur e kom hap një faqe për to në Instagram vitin 2016, ka qenë platforma më e madhe mas shumë të ndjekës, mbi 700.000 ndjekës, edhe e poshtë asistentat e vet, njerëzit e vet mi merrshin videot edhe aq bukur e kom bë punën, saqë kur e kom taku live në Zyri, veç se më ka po, pastaj në 2018-ën më ka po dhe më ka postu në 2 herë, edhe në 2016 dhe në 2018. 2018 më veç kur më po më njofti, mas 2 vitesh, unë veç fillova më rrit pak ma shumë, edhe më tha ti në zemrën tem, ato e kum vullos që jena në kontakt me një tjetrin, që atë kohë nuk ka pas shqiptar që u kun na i lidhmëri me ta me pas për pas rritaorës. Po. Normal me rritën jemi gjithë krenar. Pastaj çfarë frekuencë, mas sa vite shërita ora, ma ka shpërndo kongën tem, më e mira, që unë s'kum pas lidhe me ritën për me Beyoncé. Tash mas sa vitesh u bëj keni farë momenti që u rrotlloj ke komplet. Tash wow, që është fati kur je njeri i drejtë, mendoj që gjithçka ndodh mirë, kur je stoik edhe nuk të rrezon asnjë lloj stuhie që jeta ta sjell. Kjo është, domethënë, procesi që ka ndodhur me ta edhe that's it. Wow!
Tepër bukur. Wow, amazing. Domethënë kur më kanë shkruar njerëzit, më kanë thënë do të pyes ai në lidhje me Santianën, më kanë shkruar po ai Brendon. Po. Se 2-3 graj. Ai e po jo. Santën e du shumë, ai person. E përshëndesim se e njëra dhune. Ai person është shumë me njoft njerëz prej afër është shumë e mirë. Kena pas një raport shumë të mirë me njëri tjetrin, e respektoj shumë gjithçka që e kemi përkra njëri tjetrin edhe jena kom bashk, respektin që e kemi edhe tash është shumë rregull, jam shumë cool, një njeri shumë i drejtë, një njeri për ekran është e krijuar për punën që e bën, edhe unë e du shumë, nuk më me urrejt kërkon, po sidomos ata ajo larg qoftë se është shumë e mirë edhe e përshëndes, i uroj fat, është shumë e mirë. Por nuk jeni bashk. Okay. Avde falbe. Santi është shumë e mirë, jemi shumë rregull me njëri tjetrin, është shumë e mirë. Okay.